ndërsa radhet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës po shtoheshin çdo ditë, mungesa e armatimit mbetej një nga sfidat me kritiket e luftës. Në këtë kontekst, u formua një front i veçantë, po aq i rrezikshëm sa i betejave të drejtë për drejta, furnizimi me armatim nga Shqipëria. Bartja armëve nuk ishte vetëm detyrë logjistike, ajo ishte një mision i mbushur me rreziqe dhe sakrifica të jashtëzakonshme. Pa armë, liria mbetej e paarritshme. Kjo barë rëndonte mbi supet e luftëtarëve që përveç përballjes në vijat e frontit, u shndruan edhe në bartës të armatimit. Ata e dinin se rruga për furnizim ishte e rrezikshme, por e domosdoshme, sado që terreni ishte i vështirë në përbjeshkët e thëpisura, pesha të rënda, në përshi e borë, por edhe rrezikun e pritave armike. Një nga bartësit e kësaj bare ishte Xhevat Zeqiraj, sot 60 vjeç, nga Glloxhani, ish ushtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në zonën operative të Dugaxhinit. Atij u besua detyra e bartjes së armatimit dhe sipas dëshmisë së tij, shkoi të paktën 5 herë në Shqipëri për të sjellë armë për luftëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Juftoj të dëgjoni rrëfimin e tij për kontributin dhe sakrificën gjatë luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që nga shpërthimi i luftimeve me 24 mars 1998 në betejën e Glloxhanit dhe nisja e tij për furnizim me armatim nga Shqipëria në prillin e po atij viti. Inkuadrimi ndodhi mas 24 marsit kur shpërthej beteja dhe ka qenë vështirë shumë e ashpër për familjen e Radine. Brigadën 131 Sogrevalla, komandante kemi pas Dautin. Atër mas jashore ka shpërthy. Ku ka shpërthy a diri në konë qenë fshatën e kur e kanë sulmuës, ajo konë betej. Konë pasu në detyrën vetëm ikë familjet pishkije. Se tash ti morën tremun si boboa se konë prekat. Ja ku marrit me të familjet i kemi largu. Po njerëzit me nxes kanë shu popullate e nije. Në fshat, janë këthyje. Me këqysh ka bua, ka Livjes ka bu. Atër, mësë 24 marsit, ku shka ka në urna, e kanë da detyra, kush me shku vetë frontit, cilë në të kra, kush për delë montetar, ka për qomë, edhe kush me pri grupëv, se atër i vërshun për kretë Kosovë me arë, në Glloxhan me shku me marë, se vija kryesor armatimet të konë Glloxhan, Smolic, atë dikur Smolic e sot nëzu kufini në krasë Smolic, për jënir. Në fillim në ka armatos armushe kretë, Glloxhan për kretë me rrëth. Nuk e di, unë vesh vishin grupe, djem nuk i në gjesha, vishin natën, vishin armatim. Masa ne kanë fillu e veshin pe fshatra, grupe, be gjithë rrëth, po dojmë shku për armatime. Hecitej kjera mushe i leki ka 2-3 ditë, që kanë mendimin a janë a kanë përmase, edhe përgatita që shë tereni kufinit. Atër masanej, gjithë i ka angazhu djemë të Glloxhanit. Ka 2, 3, qysh i kesh, me për cjellë me qitë për armatim, mo këthuj masanej më armatim. Kur ke shku për herë parë? Për herë parë, kom shku në dikon ka fillimi i prillit, data nuk më kujtohet, edhe tha në urdhen, më shku me traktora, se shumë ushtarë, më shku me traktora deri në Smolic. Unë e mora traktore me prokulis më rëmër, kjo shkova. Atër po, baba e Ramushit, Ilmija më tha, Xhevat, tha shko Smolic, le traktore, tha, mos e më shko, tha ti në Shqipni. Ti tha, ka pas do, nuk ka të pas qef, isha vetëm, kisha shumë atër familjes. Po, unë nuk e negova, unë shkova, kër mi nëzit boks për pjeto kër Ramushi, Bedrishale, kër me ne dhe të tjerë, kemi më rrien me nxes shpit Salibërish në Prefqë. Si thënë ka tu në vicidole, lagja prefstire. Mas 2 dite për i promës a Ramushi me gjëp, me antiplom me tesha ushtarake, kamioni me 2 prokulica mrapa me caradi mlu në grumë dhe armatim. Sa kemi në aty, sa kemi nëjtë në aty, jo nërë grupa apet në kanë zone e aty. Kush ka mujt, veç sa ka mujt me që armatim, s'ka pas me thonë jo ka e s'ka.
Edhe në rekomandoj ke armatimi shkajesh armë me defekte, mos i pranoni. Mos i ngarkoni. Sjelni, qyrni, shkatroni, pastroni, edhe kush sa mundet me qu. 3 ditë e letë kemi qëndru, tu ram, i mjarë me ramushin, mas pare që te ka po Gulinovin. Ku kemi po Gulinovin i armë madhe, du me pik 7 që ja ka ngarkun 2 kuat, sa e ndodhët e di shka kile e ronë. Ato kom një kali, tyta një kali, edhe atër mësa në ramushin nuk është kur Shqipni, më desi ka marrë lufta. Gjithë ka qëndru mrana. Gjevat Zeqiraj ishte njëri nga 10 luftetarët që bartën armatim, kryesisht me krah, ndërsa vetëm segmentet e caktuara mund të përshkoheshin me kuaj, mushka apo traktor. Çdo hap ishte i rrezikuar, pasi rrugtimi zhvilloi kryesisht natën, për t'u shmangur zbulimit dhe pritave armike. Këmbët u enteshin nga pesha të rënda dhe ecjet shumoshe. Mungesa e ushqimit e shtonte lodhjen fizike dhe psikologjike. Megjithatë, pavarësisht këtyre vështirësive, furnizimi me armatim mbete një nga shtyllat kryesore që e mbajti gjallë luftën çlirimtare. Qa disimi me armatim e traktuar. Nesër një stacionue në suk të re që të shpethoj suka Babaloqit, një stacionue forcat serba aty. Aty nuk ka pas forcë, po ka pas vrejtim. Se është pikë strategjike, pikë kanal, është pikë gjë strategjike. Atë këtë rashën do ka gjitë e mleke. A mund të tregosh sa herë ke shku për armatim? Pej prillit e në korrekt, ama kër jam shku në korrekt, në gosht jam ardhë, se kom qëndru shumë që rashën do ka gjitë të 5 herë. 5 herë kom kalu kufinin. Armatimi zakonisht o bajt edhe me kual, po edhe me krah. Njeri bekje ti është të po përballushme, po imagjinushme. Me pru njeri 3 push në krah, e 2 orë ka fishek, ka lashit aty në kontrona, ka 14 kila t'i shka orë, ka plus 3 arma të kasaj kanë, plus kali, plus zhvarë të tim kual, me qonta, e bjeshme për pjetë. U marrë rebes për pjetë për mi padesh, sa 500 metra vijarore, i bëshim 1 orë e 45 minuta me kali, te si delshim rebe në atë. Rebe thirit fra aty, rjueza të marrë ka që dyshim i të pot një një. Vetë që e për pjesë dhe kesho, ku një lëmë 3 leqe, kali me shku 3 nuk i më dole atje. Ka qenë dhe më thënë shumë e fështirë, sepse zakonisht ju këtë rrugtimi keni bo natën. Natën, na kërë u lëtëshim, hashim darë në Lëgjanshtam. Hashim darë në Lëgjanshtam. Me qatë darë, te nesit një ditë, hashim një racion, një he buk, një ushqim një. Me qatë racion buk, deri nesit një mrishim të rëpoj. Gjithë natën. Po sho ditën, u të natën. Se ti kishe përgjithsi. Si ti mas pari duke, nëse bjen pritu, se bjen minat, duke më vra vetë, prisit. Mirë, po nuk kom pas tremën, t'i shka vetë, se si ka një tremën e gjotë, t'i shka, po s'ki tremën, ka lën mirë. Për bartjen e armatimit, pengese vazhdueshme, mbetej terreni jashtëzakonisht i vështirë. Vetëm ata që e kanë përshkuar atë rrugë gjatë luftës e din peshën reale të asaj sfide. Bjeshket e ashpra, shtigjet e panjohura dhe kushtet e rënda atmosferike, shpesh me shi, bor apo bresher. Gjevati kujton një moment të tillë kur u printi grupeve të ushtarëve me armatim që për shkak të motit u detyruan të ktheheshin mbrapsht për në Shqipëri, aty ku gjenin stre dhe ushqim. Mu më ka pëngu e tereni. Për mi ju një ka të bjesh nuk i disha, se si ishin kraj jami. Me kur këne i Karugova, këna si e kemi bjeshin Karozhaj, aty kemi, aty si dhënje diplom për plom. Po në Karaj se marrë dhe anë e marmatin, me ramën me generalin. Kemi najt një avdit një jezë, pe ju jezë jemi nisë, jemi ranë lumë të portiret, e vargruj ka lumë, e në stolbis Shqipnis. Najt tonë ditën e gatë, kemi nisë pe promes, ku imi dalë që thire qafa aliqetës, me avit të eshit, nga kanë zonë breshni. 5 orë në Ledin kemi dhejt në breshën,
Ja ka nis ka 6 ora në promet Brezhni, dhe ka 11 nas, 11 të gjys. Atë me këtu kemi klasë tonë Shqipnisë. Ishim një 10 si grup të një ndërtashtë dhe Bleri Bajram me letë, jetu në 17 vjetë që ka posë atërë. Ishë grup e ne. Në këtë gjoni kemi qenë 5, 2 janë ndjerë të ashti. Edhe kemë bo zonë, oj zoti zonë do një plak oj, po këqyrë plak ishë posë, që vetë 2.000, 7-8 vjetë që kishë posë, fjallit, që të 200 sopa dhanë. Në ka shti mrandë, në ka vlu tomë, të kafe, atër poshë për edhe veç ma gjakë gjithë natën e gatë. Të i citë drua të ishë këmbo prushi madhë, me në nëzhe ne ka tjerë tesha. Njerësit i minisë. Mas dite kemi nërë kukual. Atër, masa ne ju këmë vazhduhe, nuk ju këmë do apetish, këmë lonë rëbë vetur shkujnë, hera aty. Sa ditë pushojshe për shembull në Kosovë, që mandej me vazhdu rrugën? Valla jo, 10 ditë, nështë atë 2 me përshu o konë balë, po erë në fundit kërë më shku, balë fatë konë pëtu. Dole atar për një më fundet e më morë për shërë në katon, kemë po asë shqitorë për një zë, kemë për më lisheve aty. Piju hinë shkelzeni. E tha nga ka me tha i grupë. Mrana tha, s'po ka kush me përsjell me qitë Shqipni. E konë grupi i vrejtë, e konë Idris Blake, Ramadan Dreshe, Gjavit Gashe. Rralla shkelzes mund, atë vetë kush, shkelzeni jo më lodhë. S'ka, tha, pritofta, se isha lodhë. As kisha më bogati, kalash i shpi dhe hes thash ka. Veç e në shpi këmë të robë dhe thash shohë që njënë në këmë pas gjatë plak. 2 gra vlazmi me thmi. Thash shkova shqip, ku i këna ledhë, thash shkova, shka bo shpit dhe shpi, thash. Urë një qështu, jo më shku i këmë qitë pa therë, këmë që të rëko njëra funit si jo më shku e. Përveç bartjes armatimit, Xhevat Zeqiraj sa po kthehej në Kosovë, merrte pjesë edhe në frontet e luftës, në ofenzivat e drejt për drejta me forcat serbe. Unë ma shumë, njëherë jam shkuar në Prelep në front, kur sëlmu Prelepi, si në sëlmu, 3 fronte në sëlmu, po mdo këtë ko 25 muaj. Prelepi, Lebenesh i strelë si epër, edhe Lugi Baranit Kërshets, në hymjet Kërsheti Duboviki, edhe në drejtim Vranoci. Për një det 25 një sëlmu, unë jam kushku në Prelep, që ajo konfrontimi. Por, mas anejo në komdojnë gjithë roje, në shkollë dhe gjanë, ka i shpika strategjike, se kisha roje komdojnë, por kërës isha roje, shkësha rrugë për Shqipni. Në të tëtë, mas anej, mas shtatojt e të mra, pa dhe që kam rau luhta këtu këmë qenë. 2 muaj të mram, 2 muaj e gjysë mram, jem konë me Prag. Dhe thirke Prag, konë e automjet Praga, o thirke. Erë këran mina, dikon Peja Vlanise, ka Lugagjia, zonë Dushkaj, sa ne. Deshtin me tjekë, konë i mjeshtër, u merë ke me mjeshtri, një Shabalaj që rrugos, sa shë e ndjerë, e në kam mirë bajtë si armë, o konë. O mos e djegni, i ka hek 3 tytat, i ka shpendon 3 drejtime, ato kanë qenë kundër aero, 20.5 mm, edhe ma pat punu mirë 2 rrotë kjerit. Ato e vanë shaj ku pas në një shaj proma i shaptet, ta është indira dhe i ka pas fatkysi, ka dek mas lute, so duke më shtyra unë në punë, e konë me Prag. Atër mas Prag e dikur do më ranë front, te në vitë frontit, ratisht tepër, te me 6 qërshurët në atë anonën, kur i kemi një atë, ku ka thonë palli, ka shtimin e aherësa, 6 vetë në orë, 2 vranë, një Brej Mustafa i Dëgjani. Për luftetarët vullnetar që bartin armatim për ushtrin shtirimtare të Kosovës, përgjegjësia morale ishte jashtëzakonshme. Pasi luftetarët në vijat e frontit prisnin armë për të mbrojtur pozicionet dhe popullin e tyre. Njeri kur ta merë pushkën 3 minuat, po kur nuk e përballë vinë e frontit, nuk përballë me vitë frontit, e ka frikë. Pushkën krah, po ka frikë. Njëherë si shkon vitë frontit, përballohet me vitë frontit, a e mua ka sëvda. A nuk din shka frika mua, veç i nishe dhe nda për të dja, la pëshajo, banek nej, nuk ka, e se e thënë monotonin e frikës. Kalitet me jo frikë, po me trimni.
Ai nuk din shka Afrika mu. Nuk i tremet vis frontit. Barti armatimit ka qenë vullnet i madh. Vullneti i madh e ka bajt armatimin. Ngarkesa ka qenë e vështirë. Bartja ka qenë e vështirë. Këtu te kësia gisht aty qeshin varë. Se jo të përshtatshme si e epshin shtab aty në trupoj. Shumë kush. Ti ka qenë për shembull një gisht të pakri komës, ti nuk mundesh me hes, bllokohesh. Mundi ka qenë, shpinë ka qenë i vështirë. Udhëtimi ka qenë i zërshëm. Terreni ka qenë i thyeshëm terreni, nuk ka qenë rrafsh. Terreni ka mundur që ajo është bartja ka qenë shumë e zërshme. Rreziki ka qenë emrin e ka kufi. Kufini e ka emrin ashtu i frikshëm. Vesh mundi ka qenë. Padyshim që ju keni pas një ideal për të arrit cilni armatimin në Kosovë, por mbi gjitha keni pas edhe një përgjegjësi. E kishit edhe këtë ndjenjën e përgjegjësisë? Që kun përgjegjësia më e madhe. Sa armatim po bim, sa kanë mungesë municionit të shtar mbrana, sa duhet më pru municion, me furnizu, se badejava mo e pushkin e thot po fishek. Përgjegjësia ka qenë e madhe, përgjegjësia ka qenë e prisit që ju prim. Me qitë Shqipni edhe me kthy mbrana, me pru mbrana. Përgjegjësia ka qenë më smarë thot, po me ditë pse e ka shkon, pse e shku atje dhe shka po ju bjen shokve. Nuk e puna për veti armatos. Ti ki për jarë fishek, 2 orë ka fishek për veti, ju duhet për ushtri. Tu ka qenë edhe për shtab. Furnizimi për shtab, mës me ilon mongi këta këmrandën, mës me ilon me monges të materialit luftarat. Pëse merë kjo ushtari pushkën e atje, diqysh dhe kësi për jështë ka qela shumë me knastit madhe, me vullnet, me diqysh. Meshën e pas 300 mire, pushkën e disin. Përgjithësia ka qenë se kishe shumë ushtari ti e prisu dhe si tyne, shka po t'i gjonë rrugës. Mu nuk më ka ndodhë kur herë pos në të tit ka e mi ardhë, si thashë në qa bogiqe si kanë granatu, ne kanë plagos 3 kanë qenë Mitrovic, po një unë u plagos në kohën, po jo ronë, pa nuk më ke me erë, atër do me erë mratimin me qitë në kualë tjerë, e me mi pa ta. Vetëm që aje ka qenë. Granatimi pej krahullë qërshis, ne kanë gjynë qa bogiqe. Vetëm që aje, kur s'qem, as një miran prit, as nuk në plagos, kush nuk ka vrau. As ka e më shku, as ka e marë. Nuk e di që shme të përshkru, si nuk e kishim teftera po vrau, mos po vrau. Si kishim gajle. Ishim bua një, po shkoj e marmatim, po bim prit, kush kështon, kur mos kështon, dhe shkon luftë kjo, nuk e kishim atë punë në përmanë. Me 17 dhjetor, në të 8-11 për Glëgjani se nga kanë sulmuar me gjes rrethi sabajt në 3 drejtime komësëria. Një drejtim e në arë 5 deqani drejtim të rrit me në zonë shtada e thojmë, shtadat kooperativës. Glëgjani donë kanalin e Dëniqit me ratish. E datë e kanë ditë njërë si na kemi vinë që se edhe të reket. Orë konvoj i brigada motorizume, ten ka blinda ato. Po i kanë vrejtë roja ata, emi të rek me 17 dhjetor për Glëgjani. Kemi kalue, ko derë dhe të të kanalit, i bjenë bazën të rëtinë, kemi donë ratish, të si ka marru lufta, ratish kemi ne. E për 17 dhjetor, e derë në pellu në gjithë komëdhonë roje natën. Një natë po, një natë, jo herë 2 natë, jo një natë po, komëdhonë roje. Derë në prellë. Në prellë, emi të re, kemi shku për vrellë të stoget, kemi bo 3 ditë, atje, ne kanë pa bo shumë plagosën. Edhe i kanë përcjell pej vrellë si stoget, bjeshme për pjetë, mok na për shtedim pe Rugove i kanë qitë Shqipni. Atër masi emi këthuj pej vrellë. Në 3 ditë arva Shkelzeni, Dhavera Mushit, Fatmir Njemoni, Hasim Halile e Romas Bari. Edhe Luan Njemoni e vrau. 4 vrau, me 17, me 16 për në të nëndën. Atër masanej, kemi kaluë pejtu ku formu shtabin Maznik, i katun tjetër. Kemi pas ratisht e për vinë e frontit, Dashinat, pej Buqanit. Ratisht e për ku marë pjesën, me dhe kur dikur
E kom lënë Pragën, e u shkon vit frontit. Se herë më konë me Praga pa pavije, për pavisor kuneror. Aja gjunë 12 km cakin në fundit e ka pas. Atëherë më shkon vit frontit rati shtepër, atëherë u konë piko konë, e në aty në rati shtepër o blagos edhe ronë. Para 6 që shojt o blagos bëjar zeka dhe e dërni që o konë e blagos shumë ronë. Pavarësisht sakrificave, humbjeve që pësonte shumë herë ushtria çlirimtare e Kosovës, vrasjes dhe masakrimit të civilëve shqiptar, qëllimi i luftës çlirimtare mbeti pandryshuar, liria e vendit. Kjo përpjekje u arrit fal luftës dhe sakrificës së popullit dhe mbështetjes ndërkombëtare, veçanërisht ndërhyrjes së NATO-s, të cilën Xhevat Zeqiraj e konsideron bashkëluftëtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gjithë o konë e pashmangshme ardhja lirisë. Lufta do të përfundon, lirinë e kemi të fitume. Na ka mojt ai motiv, ajo kuraja na ka mojt. Lufta do të përfundon me dëm pa e pashmangshme është liria dhe lirinë do ta fitojnë. Motivi vetëm na ka mojt çlirimi i vendit. Vetëm çlirimi i vendit na ka mojt. Motivi më i fortë ka qenë. Në Renis duhet një forcë që djemë si vaza, se unë jam i frymëzuar për të parëve të mi. Unë jam i frymëzuar për gjyshit tam, ka qenë ballest, ka marrë pjesë gjithë kohë. Ta kujtojnë sakrificën e popullit vetë, parëve të tyne. Vujtet edhe mbi jetesa pse jemi sot gjallë. Pse ekzistojmë si shqiptarë. Gjitha vujtjet që 2000 tek ne, tani këtu e mbrapa është lufta ushtrisësimtare Kosovë, është lufta më e organizuar ndër shqiptarët në Kosovë. Se natën e kemi pas paravan, ne kemi konë komësërimi. Se natën nuk o i komësëri, desi është liru vetë. Ne kemi konë alati natës. Bashkëluftar. Ata e konë, ata është bashkëluftar natës na, ata të na. Bashkëluftar natës të tërë. Edhe pa dhimin e tyne edhe çdo kush pa mesht fort, kur i shtet botë vete nuk është lart. Ky ishte rrëfimi i Xhevat Zeqirajt, ish pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Njëri nga luftëtarët që krahas pjesëmarrjes në frontet e luftës, mori mbi vete misionin jetik të furnizimit me armatim nga Shqipëria. Kontributi i tij dhe i bashkëluftëtarëve dëshmon se furnizimi me armë ishte një faktor kyç në suksesin e luftës çlirimtare. Ai nuk kërkon lavdi, e as mirënjohje. Ishte vetëm një ushtar i thjesht. Megjithatë, rruga që ai përshkoi mbetet e gdhendur në historinë e luftës çlirimtare, së bashku me qendrat e tjerë që e kaluan atë 10 herë dhe që sot bartin pasoja të rënda shëndetësore e traumat të thella si dëshmi e çmimit e lirisë. Autore Sabria Haxhiu. Realizimi teknik Edonis Kastrati.